Një ngjarje tronditëse ka ndodhur përsëri në Big Brother VIP, edicioni më i parë dhe më i shikueshëm ndonjëherë në çdo televizion shqiptar. Pas hyrjes së Luizellit, duket se ka sjellë shumë sherrre, po me këtë person i cili po i ngre atë në maksimum. Dhe normalisht, personi i vetëm që mund të vihet në nivel me Luizin, jo nga pëlqyeshmëria, por nga goja, është Rogerti, personi i cili në atë shtëpi ka marrë 2 zarfe të zinj për shkak të fjalëve të rënda që ai thot. Por duket që sherrri mes Rogertit dhe Luizit ka filluar jashtë shtëpisë, por që brenda është agravuar për shkak të Stenaldos, personi i cili u zu me Rogertin dhe tashmë është krah Luizit. Mos të harrojmë që Stenaldo pasi debatit të ashpër me Rogertin u detyrua ta përshtyjë në fytyrë dhe kjo gjë i ka ngelur në mend Rogertit. Por ai e vepte në mënyrë për ta sulmuar Luizin për shkak se me famë nuk e mund dot, është duke përmendur ngjarjet të cilat kanë ndodhur jashtë shtëpisë. Pa pikën e fytyrës, ai fillon të shaj Shkodrën dhe qytetin e Luizit duke i thënë se Luizi nuk mund të futet dot në Shkodër pa pasaport për shkak se nuk e dëshiron askush aty. E lëre më të hyj tek fshati ku ai jeton dhe ka lindur. Aty duhet patjetër një vizë diplomatike. Por, nga ana tjetër, Luizi u shpreh qartë dhe me lavdërim për familjarët e Rogertit, veçanërisht për Dajen dhe për Xhajen, duke i cilësuar se ato 2 persona kanë qenë shumë të ndihmues në karrierën e tij. Pra duket qartë se Rogerti vjen nga një familje e cila ka pasur ndikim goxha në vendin ku ai jetonte. Dhe normalisht Rogerti këtë e thot me mburrje. Por përsëri Luizi edhe pas ofendimeve të rënda të thëna nga Rogerti, ku nuk ka prishur gojën më të dhe të ofendoj familjen. Por çfarë mendimi keni ju? A mos është një lojë kjo gjë që po ndodh? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.